Nëse flitet sot për civilizim perëndimor, faktikisht ky civilizim perëndimor europian e ka një piknisje. Dhe piknisja e tij është Andaluzia islame, Spanja muslimane, 900 vjet. Ati evropianët shkonin dhe mësonin. Dhe gjuha arabe ishte gjuha numër 1. Dhe studentët vinin nga Evropa, nga Franca, nga Gjermania, nga vendet e ndryshme të Evropës, shkonin me bursa në Andalezi për të mësuar atje kimin, për të mësuar atje astronomin, për të mësuar atje mjekësin, për të mësuar atje biologjin, për këtë ti duhet ndihesh krenar. Dhe se shumë prej shpikjeve në të gjitha shkencat janë fshehura nga njerëzimi dhe janë shfaqur në Evropë apo në Perëndim 200 ose 300 vjet mbasi kanë qenë të shpikura dhe të sjella në Spanjë dhe në Andalezi. Siç është rasti i operacionit të parë me qepje, me pejë, siç është rasti i ndërhyrjes parë kirurgjikale, siç është rasti i provës parë të avionit, siç është rasti i algebrës dhe i shkrimit të ekuacioneve dhe zgjidhjes të ekuacioneve në matematikë dhe algebër e kështu me radhë. Të gjitha këto muslimonët duhet ta bëjnë krenar kudo që të jetë, të ndihet mirë. Për këtë arsye, po të shohësh fjalët që janë thënë në lidhje me Islamin nga njerëzit e drejtë, të shkencëtarët, do të gjesh se janë fjalë të cilat ja dedikojnë të gjitha të mira, dhe gjithë zhvillimin ja dedikojnë pikërisht mirësisë së Islamit. E kjo ty duhet bëj krenar. Ta asnjëherë nuk duhet të ndihesh në veten tënde keq. Po mirë do thot na njëri, po ja pra ka ndodhur që dikush për muslimanëve ka bërë një veprim të caktuar X dhe e me akuzuar gjithë muslimanë, gjithë pa paguajmë faturat e veprimit të dikujt që ka bërë gabim. Themi kjo është një sprovë, s'kemi çfarë të bëjmë. Nuk është se ne kishim gjë në dorë për ta ndaluar dhe nuk e ndaluam. Dikush ju ngriti këty në muslimanëve një kurth dhe ata ranë kurthin e tyre, e si pasojë këtij kurthi u pushtuan vende islame, e si pasojë këtij kurthi ne vuajm pasojat. Por kjo nuk do të thotë se fajin e ka Islami, absolutisht. Dhe se gabimet e individëve nuk duhet i veshën fesë dhe besimit. Dhe nëse ndonjëri prej muslimanëve gabon, kushdo qoftë ai, ne nuk e justifikojmë gabimin e tij. Themi ka gabuar dhe pikë, është gabimi i tij, nuk është gabimi i Islamit, as gabim i muslimanëve. Mos u ndje inferior për situatën që gëzon sot ummeti. Mos u ndje inferior. Me tar turp mi thon vetes musliman se çka bëhet në botën arabe, se çka bëhet, skepse. Ndihesh inferior për këtë punë. Sepse fundja fundit, ajo që po ndodh sot në botën arabe, në një pjesë botës arabe, në një pjesë të lindjes së mesme, është faktikisht produkt i dy gjërave. Një, produkt i lënjes fesë, dhe e dyta, produkt i asaj që Perëndimi përgatiti për ato vende. Sepse ishin pikërisht këto shtete diktatoriale të instaluara në këto vende për shkatruar Islamin. Sepse ka qenë vende koloni të Francës apo të Anglisë. S'kishte logjik që të largohej Franca nga këto vende apo Anglia nga këto vende dhe ta merrte pushtetin populli i atij vendi me drejt, me zgjedhje të lira etj. Po ato largohen nga këto vende duke lënë aty veglat e tyre dhe shërbëtorët e tyre, cilët ushtruan diktaturë proletariatin mbi këto popull, dhe Perëndimi e bonte një sy qorr e një vesh shurdh. Rasti i Asadit për shembull. Rasti i Asadit për shembull ka arrit sot që po flasim bashkë tani numri të vrarëve 300.000.
Afërsisht 40.000 prej tyre janë gra dhe fëmijë. E bota sot bën sehir, jo armë kimike, mos i përdor armët kimike, se po i përdoret armët kimike, gjithë muhabeti ishte ka armët kimike. Ja u vërtetua dhe 5 herë që armët kimike janë përdore, janë stërpërdore, janë po shfarosen lagje të tëra dhe qytete të tëra, e megjithatë bota bën sehir. Nuk është faji muslimanëve i tëri, faji është në 2 pjesë. Gjysmën e fajit e kanë muslimanët, cilët u larguan nga feja dhe besimi i tyre, e Zoti kur muslimanët largohen nga feja e tyre, u jep edhe në këtë botë dënimin. Dhe gjysma e fajit u takon aty në të cilëve instaluan në këto vende islame, është produkt i perëndimit Asadi, Kaddafi, Mubaraku, e të tjerët nga soji i tyre, cilët ushtrojnë gjak, dhunë, terror, vjedhje dhe njëkohësisht në të njëjtën kohë një adhurim të papar ndaj Izraelit dhe Amerikës.